rrethas. Është një projektim, nuk e di... Inxhinierja, po i ka në kurris. Kjo i ka në kurris. Po dakor, po inxhinieria nuk ka lidhje me këtë situatë. Jo, si profesioniste. Si detaje. Si profesioniste. Pra ne kërkojmë të ndihmën e ekspertave për auditimin. Është rregullave të sigurisë. Absolutisht. Më fal, do një shembull prap tjetër komplet tek ajo rruga e famshme e Qafë Ploçës? Do të hysh nga gështenjësi? Unë njëherë kam bërë në zbritje në ardhe dhe nuk kam hymo. Të lutem, sinjalistika për të hyrë dhe për të dalë aty, asë është menduar, se për të zbatuar nuk është bërgjë. Po pretendojmë të mbarojnë këto problemet e tjera që ka. E kisha këtu, drejtuesve të mjeteve do të vazhdojmë të flasim. Ju lutem, zbatoni në 139 që në kushte atmosferike të ulni shpejtësinë. Ju lutem merrni gomat e dimrit, zinxhirët dhe mbi të gjitha vëmendjen tuaj që kur të qarkulloni të keni kujdesin maksimal. Por këto probleme, kur do t'i zgjidhim? Se po ikin ditët, javët, muajt, vitet. Po mirë, problemet me projektet gjithmonë kemi kërku dhe do aplikohet, do më thonë, auditimi i projekteve. Në termat e sigurisë rrugore. Do ishte domosdoshmëri. Inspektimi i sigurisë rrugore nga ekspertat tash i bëhet. Ti e di vetë. Dhe aty ku ka problematika për këto tabelat shpejtësisë, si thoni ju, ne kemi ndërhyrë nga policia e Lezhës, pata një kërkesë për rrugën Kryqëzim Shëngjin, për ndryshim tabelës, se kishte shumë problem dhe ankesat prefekti i Lezhës për faktin sepse gjobitja e policisë kishte penalizuar shumë qytetarët për faktin se ishte gjithkund me 40 orë. Tash i shkum, morëm disa ekspertë të sektorit, shkum dhe banë një ndryshim, ta ajo pjesë që mund të lejonte, sa ajo ka shumë zonë urbane dhe nuk lejon shumë që me rritë shpejtësinë. Nuk e lëvizin fare tabelën. Jo, dhe aty ku lejonte, patëm edhe prezencën e punojësve të policisë Lezhës, dhe ram dakord të ndrum tabelat brenda ditës. Po ne në çdo vend që domethënë që jemi domethënë ne jemi në çdo. Jo, ne se ju lavdrova, pra ju lavdrova. Ç'a jeni ju? Ne jemi pjesë e E lini tabelën, edhe kur ju thon këta me dhunë, duhet hequr. E kam thënë unë, mbaje atje thot ai Elbasanit, le ta kem unë aty thot, të lutem ta. Pra ka shkuar shpejtësia maksimale 130 këtu? Ku? Që nuk po zbatohet në Shqipëri. Po ku do të shme 130? Ja, e themone. Aty ku ka, për shembull, aksi rreth Bradasheshit, kur vjen drejt Tiranës, drejt e tunelit dhe vajtje, mund të ketë disa segmente që mund të ecësh. Po sa kilometra është? Po sa kilometra autostradën e Fierit? Nuk i plotson. Jo, bypassi Fierit e mban. Bypassi Fierit e mban. Shiko, ne më njëherë sa doli ndryshimi i shpejtësisë, kodi rrugor u bë me ndryshim shpejtësie për 130. Ne nxorëm një grup pune që i verifikon komplet kriteret se si duhet jenë kriteret e plotësuara për të shku shpejtësia 130. Kishte mangësi që nuk arrishin për me